Ka disa njerëz të cilët marrin përgjegjësinë të drejtojnë, dhe këta janë ministra shëndetësie, siç është në rastin konkret, zonja që flasim, një mjeke, një shkencëtare, një grua me zemër. Unë uroj fort që në mos bëft asgjë tjetër të bëj këtë, të rregulloj sherret e brendshme, të cilët mbajnë në këmbë njerëz që shkatrojnë karriera të rëndësishme ose shkaktojnë sherre të forta që largojnë pacientët. Sepse ai spital është për të pasur pacient që i shëron, dhe jo për të shëruar ato gjërat e vogla që vëmë të gjithë në spital, dhe pastaj për të mëdha themi s'është këtu. Se kjo më ndodhi paracakosh. Pash një pavion të jashtëzakonshëm, ku ishte vërë dorë në mënyrë të jashtëzakonshme, ca mjek fantastik, po vetëm i pacient pash aty. Një fëmijë të sëmur me kancer. E kuptova që fëmijët, nënat, i sjellin aty për diagnostifikim, kur kanë gjërat lehta, i lën, po për gjërat vështira ikin. Dhe ato dhoma janë bosh qofshin gjithmonë, sa më pak sëmundje paqem, po nuk është e vërtet që janë pak, dhe nuk është e vërtet që s'kemi të sëmur, po s'kemi besim të sistemi. E pra këta mjek kanë mjekuar edhe 97-ën, kanë qenë aty në krye detyrës, janë njerëzit tanë, janë mjekët tanë, kanë bërë gjithçka, janë aty, nuk janë larguar, janë kthyer nga jashtë, janë më të mirë se ç'kanë qenë, kanë mjete shumë më të mira se ç'kanë qenë. Po besimi te ta është jashtëzakonisht i ulët tani që flasim, dhe po flas për besimin, sidomos te sëmundjet e rënda. Dhe kjo është e rëndë. Dhe kjo i takon njerëzve të cilët drejtojnë, të rikthejnë besimin.